Bilanci i viktimave nga tërmeti i fuqishëm që goditi jugun e Filipineve ka vazhduar të rritet, ndërsa autoritetet konfirmojnë të paktën 37 të vdekur dhe 10 të plagosur. Tërmeti me magnitudë 7.8 goditi në orët e parë të së hënës pranë brigjeve të provincës Sarangani, duke shkaktuar dëme të mëdha në disa zona të ishullit Mindanao. Pamjet ajrore të filmuara me dron në qytetin General Santos tregojnë shkallën e katastrofës. Shtëpi të anuara, mure të shembura, çati të rrëzuara dhe ndërtesa të dëmtuara rënd janë vetëm një pjesë e pasojave të lëkundjeve të forta. Mes historive më prekse është ajo e një nëne që kërkon trupin e djalit të saj, i cili mbeti i bllokuar në rrënojat e një supermarketi ku punonte. Ajo tregoi se ekipet e shpëtimit nuk kanë konstatuar më shenja jete dhe se tashmë operacioni është kthyer nga kërkim shpëtim në nxjerrje të trupit. Autoritetet njoftuan se tërmeti shkaktoi ndërprerje të energjisë elektrike dhe dëmtime serioze në infrastrukturë, ndërsa ekipet e emergjencës vazhdojnë të kërkojnë persona të zhdukur në ndërroja. Lëkundjet u ndjen në një zonë shumë të gjerë, jo vetëm në Filipine, por edhe në pjesë të Indonezisë, përfshirë qytetin Manado, qindra kilometra larg epicendrës. Pas tërmetit u lëshuan gjithashtu paralajmërime për tsunami në disa vende të rajonit. Megjithse, rreziku u ul më vonë nga autoritetet sismologjike. Katastrofa vjen vetëm pak 8 muaj pas një tjetër tërmeti vdekjeprurës në Filipine, ku 79 persona humbën jetën. Vetëm 2 javë pas atij tërmeti, rajoni i Mindanaos u godit sërish nga disa lëkundje të forta, duke treguar aktivitetin e lartë sismik të zonës. Filipinet ndodhen në të ashtu quajturën unaza e zjarrit të paqësorit, një nga zonat më aktive sismike në botë, ku tërmetet dhe shpërtimet vulkanike janë të shpeshta. Ndërsa operacionet e kërkimit vazhdojnë, frika mbetet e madhe se numri i viktimeve mund të rritet në orët dhe ditët e ardhshme.